Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues prej 18 vitesh burgim ndaj të akuzuarit Endrit Nika, i cili akuzohet për vrasjen e shtetases argjentinase Maria Clara në fushë Kosovë. Aktgjykimi i cilit u shpall të njëjtën, ndërsa të pakënaqur me vendimin e gjykatës, prindërit e viktimës kanë paralajmëruar se do të apelojnë vendimin e gjykatës dhe do të kërkojnë burgim të përjetshëm për të akuzuarin. Sipas aktakuzës së datës 11 shkurt 2025, i pandehuri Endrit Nika akuzohet se me datë 1 gusht 2023 në një hotel në fushë Kosovë, pas një mosmarrëveshje paraprake me të dashurën e tij, tani të ndjerën Maria Clara, fillimisht e ka goditur në vazhdimsi dhe ka tentuar ta shkelë me vetur në parkingun jashtë hotelit. E më pasi janë futur në dhomën e hotelit ku po qëndronin, i pandehuri me dashje për ta privuar nga jeta, ka vazhduar përleqjen dhe goditjet ndaj viktimës, duke shtyrë në çoshet të dhomës nga ku ajo nuk ka pasur mundësi të largohet. Nga goditjet dhe shtyrjet, i pandehuri ka nxjerrë kornizën e dritares dhe ka hedhur viktimën nga dritarja e dhomës së hotelit, nga kati i 6, me që rast Maria Clara ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe pavarësisht trajtimit mjekësor në QKUK, ka ndëruar jetë.